Zoti Prenga, kjo protest, por edhe përplasjet me qeverinë dhe konkretisht me kryeministrin Edi Rama, duket se po sjell edhe një përplasje të eksponentëve të politikës shqiptare në rajonin e Ballkanit, konkretisht në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, teksa Ali Ahmeti doli dje, ose më saktë në një konferencë për shtyp ditën e djeshme, deklaroi se i dhimbsej turizmi shqiptar dhe në një farë mënyre i bëri një shërbim Edi Ramës për ta mbrojtur në këtë rast. Ju si e shikoni këtë lëvizje të eksponentëve politikë shqiptar? Ashtu siç protesta nuk mund deri tani nuk ka kaluar dhe nuk mund të kalojë pa lënë gjurmë e ndikime në gjithë shqiptarinë, edhe qëndrimet, cilat do qofshin këto të politikanëve, atyre pro që e mbështesin dhe atyre kundra që nuk e mbështesin, por e sulmojnë në çdo mënyrë, kam bine që edhe tek shqiptarët që jetojnë jashtë trojeve të vendit tyre, por në shtete të tjera, kam bine që edhe ata të nisur jo nga vizioni largpamësia e zhvillimeve demokratike, por të nisur fatkeqësisht nga interesat e momentit, nga interesat e çastit dhe pozicioni i tyre për të mundur përfituar pa drejtësisht dhe në kurriz të tjerëve, kam bindjen që ua ka errësuar arsyen dhe janë dhënë e deklarojnë thjesht dhe vetëm atë që padroni të tyre nëpërmjet instiktit do t'i shkonte për shtat. Pra nuk ata vetë jam i bindur po ti pyesësh, jam i bindur që nuk janë me pak eksperiencë siç është zoti Ahmeti apo të tjerë kanë eksperiencë në fushën politike, të zhvillimeve të ngjarjeve dhe të drejtimit të shtetit, kam bindjen që po ti pyesësh për deklaratat që bëjnë, pas ca kohësh edhe ata vetë nuk do të arrijnë të t'japin shpjegime, sepse nuk kanë asnjë lloj argumenti arsye njerëzore për t'i mbështetur këtë lloj deklaratash. Do të ishte më mirë për mua, cili do qoftë ai, që të qëndroj më shumë në heshte nëse nuk ka mundësi për ta mbështetur protestën dhe atë pjesën e zhvillimeve demokratike në një vend, siç është vendi jonë Shqipëria apo kudo tjetër, në më të paktën heshtja do të ishte ka pak i floriri për ata dhe për të gjithë të tjerët. Do ju duket sikur i mbështesin për momentin, por kam bindje efekti i asaj deklarate do të shkojë në të kundërt të saj dhe nuk do të jetë në nderin as të atij që e bën deklaratën, por nuk do shkojë as në favorin dhe nderin e atij për të cilin përpiqet ta ndihmojë në këto momente të vështira. Zoti Prenga, si e shikoni fatin e Edi Ramës, cili do të jetë fati i tij nëse jep dorëheqjen dhe largohet nga drejtimi i qeverisë? A do të ketë një moment që mund të përballet me drejtësinë? Unë mendoj që pjesa më e madhe e qeveritarëve shqiptarë dhe të zgjedhurve shqiptarë që kanë patur firmë, vul, fonde, si të brendshme ashtu edhe të ardhura, kam bindjen që do vi momenti nëse drejtësia për të cilin është luftuar shumë do të funksionojë, ata do detyrimisht atje do përfundojnë. Nuk ka asnjë lloj rrugë zgjidhje tjetër apo rrugë dalje tjetër për ata të cilët kanë kryer veprime të pambështetura në ligje, kanë vënë pasuri të pa justifikuara me të ardhurat që kanë, pa çka se i kanë përdorur e vazhdojnë t'i përdorin në për kompani offshore, në për banka që nuk deklarojnë ato çfarë ke rezervuar atje, por do vi momenti që nuk mund t'i shpëtojnë këtij lloj gjykimi. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë ne do të vazhdojmë të sillemi në vorbullën famkeqe të korrupsionit, të intimidimit, të sharjeve, por jo të zhvillimit atë çfarë ka nevojë Shqipëria dhe shqiptarët. Pra si me zhvillimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve brenda territorit jam i bindur që është një dorë ngrohtë dhe arritje shprese për të gjithë diasporën dhe shqiptarët e tjerë që jetojnë në shtete të tjera, por që kanë kombësi shqiptare. Detyrimisht që çdo njeri do të mendojë që një ditë do të përgjigjet para drejtësisë për gjithë paullësitë që ka bërë. Zoti Prenga, nisur nga eksperienca juaj,
qoftë sa i përket periudhës së kaluar pra regjimin diktatorial, por edhe në këto 35 vite që ju e keni ndjekur me vëmendje politikën shqiptare dhe vetë qeverisjen e kryeministit Edi Rama, a mendoni se përmes shitjes së Sazanit, dhënies për investim të Zvërnecit, Edi Rama ka shitur interesat e Shqipërisë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë me vizitën e tij në Izrael dhe më pas për të pasur akses në shtëpinë e bardhë? Ai është i gatshëm, ka treguar me prova, është i gatshëm të falë e të shes çdo gjë për retushimin e figurës së staturës së tij politike. Por nuk besoj që ai ka një dokumente, për sa kohë nuk ka një dokumente, nuk besoj se do ta bëj as ai as kush tjetër që të shes kaq lehtë dhe të lej pjesë të territorit shqiptar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjithsesi, tentativat e tij tregojnë që ai përballë interesit të tij personal, përballë përfitimeve cilat do qofshin këto, dhe shtyrës sa më gjatë të qëndrimit në majt të jetës politike shqiptare dhe asaj qeveritare, është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka deri edhe të gjërat më të shtrenjta të tij, personale, flas gjithmonë dhe familjare. Kështu që për sa kohë ka dhënë prova që këto gjëra i sakrifikon, nuk është në zhvillim i habitshëm për momentin, por mua ajo që më habit për momentin është qëndrimi i të rinjve dhe të rejave që janë pjesë e Partisë Socialiste, si dhe nga krahu tjetër pjesë e Partisë Demokratike, që nuk bëjnë atë çfarë bëri Mariana Koçeku, duke jo dorëzuar mandatin, por duke u larguar e mos pranuar tutelën e një diktature tjetër, sepse për 45 vite provoi populli shqiptar në Kurriz se çfarë produkti dha. E nuk mundet të pranohet një dytë tjetër aq më tepër në demokraci. Sistemi e ushqem, jo se deshëm ne, por i erdhi fundi para 35 vjetësh. Dhe kështu që nuk mundet ta mbajmë më një sistem të tillë. Dhe duhet të ndryshoj shumë gjëra këtu, duke filluar nga Kushtetuta e Republikës, nga zgjedhja e deputetëve, nga emërimi i qeverive. Nuk mund të jetë kush më shumë se 2 mandate. Nuk mund të jetë askush më shumë se 2 mandate. Pra duhet të ketë kohë të kufizuar. Presidenti, kryetari i parlamentit, deputetët, ministrat, kryeministët, të gjithë duhet të kenë një mandat të kufizuar. Në të kundërt, për fat të keq do vazhdojmë ta vuajmë popullin shqiptar dhe mënyrën e të vepruarit pa asnjë lloj baze ligjore, pa asnjë lloj arsye njerëzore, sepse kështu e provuam, ne kemi 35 vjet dhe po e shohim. E djathta në njëjtën mënyrë, në të njëjtën mënyrë e majta dhe ngjajnë, pavarësisht se programet ndryshme, ngjajnë veprimet e tyre ndaj qytetarëve shqiptar si 2 pika ujë me njëra tjetrën. Të njëjtat veprime përkrajnë krimin, përkrajnë kontrabandën, bashkëpunojnë me kriminalët, bashkëpunojnë me oligarkët për të mbajtur qeverinë. Për çfarë ju duhet qeveria? Për çfarë ju duhet kur ti qytetarin tënd për 20.000 lekë të vjetra e çon në QLI, kur burgjet shqiptare janë mush me trinje të reja për një cigare hashash, kur tjetër për 10.000 lekë, 20.000 lekë jam dakord, ligji të veproj, kodi i procedurës penale, të veprojnë gjitha, ama duhet veproj, ligji duhet jetë i barabartë për të gjithë. Ku është barazia? Ku është meritokracia? Këta kanë ardhur dhe kanë vazhduar të qeverisin, jo të qeverisin, por të dhunojnë popullin dhe me taksat e tyre pa i dhënë nga askujt llogari, të mbajnë e të pasurohen dhe të sigurt mos u mjafton të kjo, të denigrojnë qytetarin e vet. Në është e pafalshme, cili do të qoftë, politikan, i zgjedhur, i votuar, i emëruar në qeveri apo në parlament, pa fol për kryeministë, është e pafalshme, është antinjerëzore, jo normale, jo morale, që ti të shash qoftë dhe një shqiptar. Nuk mundet ashaj, nuk mund ta intimidoj, nuk mund ta etiketoj, nuk mund ta thot armik. Armik po, ti ke strukturat, i nderuar kryeministër, ti ke strukturat e nevojshme investigative me të cilat mbahen me taksat tona. Vejnë punë të vërtetojnë që deta, po, me ato çfarë ka bërë. Ja ku është fakti, ja ku është e vërteta, çoje për ndjekje penale,
dhe të shprehet ata të cilët e kanë ligj të shprehen organet e drejtësisë. Dhe kur të dalë vendimi i formës shpreher, atëherë mund të thush ti po, është e vërtet, ja ku paska qenë e keqja që e madhe që ne nuk e dinim. Ai nuk kanë hezituar, sot kemi mbi 300.000 shqiptarë me dosën e përgjykata, thjesht dhe vetëm se i ka dhënë urdhër X apo personin qeveri të largoj tjetrin nga puna pa asnjë arsye ligjore. Dhe thot pa gjë, pa një pa dy, thot përfundon gjyqët vazhdojnë 7, 10, 15 vjet. Një pjesë e mirë për fat keq e moshës time e lartë e pensionistëve nuk e marrin të drejtën kurrë dhe ikin në botën e përteme pa marrë të drejtën, duke lënë amanetet e fundit apo testament, po ndiqeni gjyqin filan për pronësi, për punësim apo për të drejta tjera që u kanë takuar dhe u takojnë qytetarëve shqiptar. Nuk e han maraku për këto. Dhe qytetarët për fat keq do të jetë edhe 2 e 3 fishe atyre që janë në protest për çfarë mëkatesh ka bërë klasa politike shqiptare në këto 35 vite.